Disa prej njerëzve do t'ju bëhet haram xheneti. Ata njerëz nuk hyjnë në xhennet asnjëherë. Kush janë ata njerëz? Muslimani duhet të ketë shumë kujdes nga një gjë e tillë. I varosuri në tyrbe nuk i ban dobi atij. Atje në teqe nuk i bëhet dobi atij. Ai nuk i ashëron evladin, ai nuk i alargon smundjen, ai nuk i zgjedh problemet, nuk i drejtohet as kujt tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Cili është mëkati më i madh? Cili është gabimi më i madh? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, njerëzit të gjithë do t'i dorëzojnë shpirtin Allahut Azza wa Jall. E pastaj Allahu Azza wa Jall do të banë ringjalljen e të gjithëve. Të gjithë do të dalin para Allahut Azza wa Jall, e atëherë do të ndahen rrugët, ashtu siç tha Allahu Azza wa Jall, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, një grup, një palë për në xhennet dhe një palë tjetër për në xhehenem. Kemi përmendur disa prej njerëzve në ditën e gjykimit, Allahu Azza wa Jall do t'u ban haram xhehenemin. Ata njerëz nuk hyjnë në xhehenem, do t'jenë të mbrojtur për shkak të mirave të tyre, për shkak të ibadeteve të tyre, për shkak të punëve të tyre, atyre ju ndalohet xhehenemi. Mirë po, disa prej njerëzve do t'ju bëhet haram xheneti. Atyre do t'ju ndalohet xheneti. Ata njerëz nuk hyjnë në xhennet asnjëherë dhe ata janë të rrezikuar në dunja dhe në ahiret. Kush janë ata njerëz të cilëve ju bëhet haram xheneti Allahut Azza wa Jall? Kryesorët e këtij grupi, ata më të rëndësishmit, ata më të rrezikuarit, të cilëve nuk ju lejohet xheneti asnjëherë, janë ata të cilët në dunja i bajnë shok Allahut Azza wa Jall, i bajnë shirk Allahut Azza wa Jall, e besojnë dikan tjetër pos Allahut, apo adhurojnë dikan tjetër pos Allahut, Allahun Azza wa Jall në çfarë do aspekti e bajnë dy. Këta njerëz janë të rrezikuar edhe në dunja, mirë po në ahiret rreziku i tyre është i madh, dënimi i tyre është i madh, deri në atë shkallë sa do veprat të mira që kanë bërë në dunja, gjitha veprat e tyre bëhen pluhur. Besimtari, muslimani duhet të ketë shumë kujdes nga një gjë e tillë, nga një hap i tillë i cili ja rrezikon gjitha veprat. I thot vetes musliman, falet ndoshta 30 vite, 40, agjeron 30 Ramazana, 40,
ndoshta shkon në umre, në haxh, ndoshta jep sadaka dhe zekat, ndoshta bën punë të mira dhe punë të mira. Vetëm një herë në jetë, nëse i bën shirk Allahut, çdo gjë bëhet pluhur. Nga ky rrezik i madh, besimtari duhet të ketë shumë kujdes. Tha Allahu Azza wa Jall: "Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Allahu Azza wa Jall flet për pejgamberët e tij dhe në fund thot: edhe ata sikur ti kishin bë shirk Allahut, Allahu krejt veprat ua kishte bë pluhur. Subhanallah, edhe Nuhit a.s., edhe Ibrahimit a.s., edhe Musait a.s., edhe Isait a.s., të cilët kanë qenë të mbrojtur nga shirku, asnjëherë nuk ka ndodhur. Mirë po, sikur edhe ata të kishin bë shirk, krejt veprat e tyre do ishin bë pluhur. Dhe kështu i tha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: "La in ashrakta la yahbatan amaluk." Edhe ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me i bë shirk Allahut, Allahu krejt veprat ti ban pluhur. Sa është rreziku i madh, sa është dënimi i madh. Besimtari duhet të ketë kujdes. Ibadetin i ban vetëm Allahut, duan i ban vetëm Allahut, sejdën i ban vetëm Allahut, shpresën e ka vetëm në Allahun, mbështetjen vetëm në Allahun. E di që vetëm Allahu është ai i cili ka mundësi ta ndihmon atë, ti ja largon të këqijat, ti ja largon problemet, ti ja largon sëmundjet, e kështu me radhë. Dhe nuk drejtohet besimtari, ai i cili është besimtari vërtet, te askush tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Dhe ai e di që i vdekuri nuk i ban dobi atij, i varosuri në tyrbe nuk i ban dobi atij, atje në teqe nuk i bëhet dobi atij. Ai evliaja, sa do që të këtë qenë evlia i varosur, ai nuk i ashëron evladin, ai nuk i alargon smundjen, ai nuk i zgjedh problemet, nuk i drejtohet as kujt tjetër pos Allahut Azza wa Jall. E ai i cili çfarë do lloj adhurimi i drejton dikujt tjetër pos Allahut Azza wa Jall, ky njeri i ban shirk Allahut. Me shirkun e tij Allahu çdo vepër, çdo punë, çdo ibadet i ban pluhur. Sa është rreziku i madh? Rreziku shumë i madh. Gjithashtu nga rreziqet e këtij gabimi, këtij mëkati, tha Allahu Azza wa Jall: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih." Allahu nuk e fal. Duhet të ketë kujdes besimtari. Allahu nuk e fal, ti bëhet shok atij. "Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Ndërsa ja fal atij që dëshiron çdo gjë përveç shirkut. Gjitha gjunahet ka mundësi që Allahu njeriut ti a fal, ama shirkun Allahu nuk e fal. Përveç nëse njeriu pendohet. Kemi njerëz të vendeve tona, të popullit ton, që ndoshta në të kaluarën kanë bë gabime të tilla, kanë bë gjunahe të tilla. Çka kërkohet? Kërkohet të pendohen tek Allahu Azza wa Jall sa janë në dunja. Po nëse vdes dhe e takon Allahun me shirk, Allahu shirkun nuk e fal. Gjitha gjunahe tjera ka mundësi që Allahu ja fal njeriut, alkoolin, zinan, vjedhjen, kamatën, e kështu me radhë, me gjithë se këto nuk janë të leta, mirë po ka mundësi që Allahu ja fal. Shirkun Allahu nuk e fal. Besimtari duhet të ketë shumë kujdes, të ruhet çdo herë, këtë dert, këtë gajle, çdo herë kanë pas besimtarët në jetën e tyre, derisa edhe pejgamberët Allahut Azza wa Jall në momentet e fundit, para se t'ia dorëzojnë shpirtin Allahut Azza wa Jall, i kanë porositur familjet edhe fëmijët e tyre që të kenë kujdes nga një gjë e tillë. Kjo është më e rrezikshme, gjëja më e rrezikshme që ka mundësi t'i ndodh njeriut. Njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Ky është mëkati më i madh. Cili është gjunahu më i madh?
në fenë Allahut Azza wa Jall? Cili është gabimi më i madh që ka mundësi ta ban njeriu? I than ja Rasulullah, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cili është mëkati më i madh? Cili është gabimi më i madh? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ti bash shok Allahut, ta marrësh zot dikan tjetër pos Allahut, ndërsa Allahut ka krijuar ty, ta bash Allahun dy. Ky është gabimi më i madh. Ky është mëkati më i madh. E në ditën e gjykimit do të dalin njerëzit para Allahut Azza wa Jall, miliona e miliona, miliarda e miliarda, njerëz të cilët i kanë bërë shok Allahut Azza wa Jall. Disa prej tyre kanë adhuruar ndonjë melek, e disa prej tyre kanë adhuruar ndonjë pejgamber, e disa e kanë marrë Uzeirin, djalë të Allahut, e disa e kanë marrë Isain alayhis salam, biri i Zotit, e disa e kanë adhuruar Aliun radiallahu anhu, e disa e kanë adhuruar Hasanin dhe Huseinin, e disa e kanë adhuruar Bedewiun, e disa dikan tjetër. Të gjithë do të dalin para Allahut Azza wa Jall. Çka do të ndodh? Tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Kush do qoft aj dhe kanë do qoft që e merë zot pos Allahut, ai i cili i ban shok Allahut Azza wa Jall, Allahu ja ka bë ati haram xhenetin e tij. Këta njerëz nuk hin në xhenet asnjëherë. Sa është rreziku i madh? Rreziku është i madh. Andaj besimtari duhet të ketë kujdes me një gjë të tillë, me një gabim të tillë, me një gjuna të tillë, mbyllet dera e xhenetit për gjithmonë. Andaj besimtari ibadetin duhet çdo herë të mundohet t'i kushton vetëm Allahut Azza wa Jall, ashtu siç lutet në çdo namaz dhe në çdo rekat dhe thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ne vetëm ty të adhurojmë, vetëm ty, ne nuk e adhurojmë as Isain alayhis salam, as Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, as Aliun, as dikan tjetër, ne e adhurojmë vetëm Allahun Azza wa Jall, nga se jemi pjesëtar të asaj dëshmie në të cilën kemi thënë la ilaha illa Allah, nuk ka zot i cili e meriton adhurimin, ibadetin pos Allahut Azza wa Jall. Këte kemi dëshmuar, me këte jetojmë dhe me këte duhet të qëndrojmë deri në momentin e fundit. Ai i cili i ban shirk Allahut, ati i bëhet haram xheneti. Ai i cili nuk i ban shirk Allahut Azza wa Jall, ai do të jetë prej banorëve të xhenetit me garancë, ose do të jetë direkt në xhenet, ose edhe nëse dënohet në xhehenem për një kohë të caktuar, fundi i tij përsëri do të jetë xheneti. Është shumë e rëndësishme që besimtari të jetë i ruajtur, i kujdesur nga ky mëkat i cili e rrezikon çdo gjë. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ruan prej shirkut, Allahu të na mbron prej çfarë do lloj shirku, Allahu mos të na lejon, Allahu të na forcon në imanin ton, që ne asnjëherë mos i drejtohemi dikujt tjetër pos Allahut me atë që i takon vetëm Allahut Azza wa Jall. E lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu në Islam të na forcon, Allahu imanin ton të na shton, Allahu të na mundson të jetojmë si musliman dhe të vdesim si musliman dhe të adorojmë shpirtin Allahut ashtu si Allahu është i kënaqur. E lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban prej atyre që do t'u ban haram xhehenemin. Allahu mos na ban prej atyre që do t'u ban haram xhenetin. E lutim Allahun Azza wa Jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tan Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tan Allahu t'i shëron. Të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.